Ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, sikur ju të mbështeteshit në Allahun e lartmadhëruar me një mbështetje të plotë të saktë, ai do t'ju furnizonte juve ashtu siç e furnizon zogun, i cili del herët i uritur dhe kthehet në fund të ditës si ngopur. Kupton nga fjalët e profetit alayhi salatu salam se kur njeriu e plotson dhe e përsos mbështetjen në Zotin e tij, duke e ditur me besim të plot në zemrën e tij se Allahu i lartmadhëruar është ai në dorën në të cilit ndodhen rrisjet e çdo njërit prej njerëzve dhe prej gjithë krijesave, e duke e ditur se Allahu i lartmadhëruar është ai në dorën në cilin ndodhen çelësat e qejve dhe tokës, e gjithashtu duke i kryer edhe shkaqet, sebebet, për arsye sepse asgjë nuk të vjen pa kryer sebebet. Zogu është ai që del nga foleja e tij dhe kërkon riskun në qiell dhe në tokë. E për këtë arsye, profeti alayhi salatu salam na lajmëron se kush i vepron të gjëra, Allahu do t'ia lehtësojë dhënien e riskut.